Sot do të përgatisim një recetë të thjeshtë në përgatitje me pak përbërës dhe shumë shije. Si fillim për këtë recetë do të na duhet një qepë, të cilën e kam ngrirë imët, dhe të vazhdojmë ta skuqim për disa minuta në temperaturë mesatare. Pasi qepa është skuqur, do t'i hedhim rreth 300 gram mish pule. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë edhe me mishin e pulës, do ta skuqim për disa minuta. Do të hedhim lakër të bardhë dhe një karrotë. Do vazhdojmë t'i përzijmë mirë. Kjo është mbushja që do t'i bëj unë, por mund t'i zëvendësoni perimet me perime të tjera sipas dëshirës. Më pas do t'i hedhim krip, piper të kuq dhe piper të zi. Erëzat janë sipas dëshirës, mund të hedhni edhe erëza të tjera nëse dëshironi. Të vazhdojmë t'i përzijmë mirë për 1 deri në 2 minuta. Dhe më pas do t'i hedhim rreth 100 ml ujë. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për rreth 10 minuta derisa perimet të jenë zbutur dhe të ketë pirë të gjithë ujin. Në një enë do të hedhim një lugë miell dhe pak ujë. Do ta përzijmë mirë derisa mielli të tretet plotësisht dhe të formohet një si tip paste pak e trashë. E kemi gati dhe tashmë do të fillojmë me mbushjen. Kam përdorur këto petat që janë të gatshme për recetën e sotme. Receta e sotme në fakt quhet spring rolls, nuk e di se sa e njihni këtë recetë. Do vazhdojmë të bëjmë mbushjen, siç u thash më parë, mund të mbushni sipas dëshirës. Unë kam mbushur gjysmën me masën që përgatita tashmë dhe pjesën tjetër do ta mbush me djathë. Do t'i lyejmë ansoren, siç e shikoni, me mielin, pasën e miellit që përgatitëm dhe do t'i mbledhim të gjitha. Do të bëjmë edhe një mbushje tjetër me djathë. Vazhdojmë të mbledhim pjesët ansore. Pasi kemi përfunduar të gjitha, do t'i skuqim me vaj e lule dielli në temperaturë mesatare. Duhet lënë më parë vajin të krohet dhe do t'i kalojmë të gjitha një nga një në tigan. Pasi kemi skuqur nga njëra anë, do t'i kthejmë nga ana tjetër. Dhe tashmë e kemi gati, do t'i kalojmë në një pjatë në të cilën poshtë kam shtruar letër guzhine në mënyrë të tillë që t'i hipim vajin e tepërt. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë edhe me pjesën tjetër të mbetur, do t'i skuqim në temperaturë mesatare duke i rregulluar nga njëra anë tjetër. Dhe tashmë i kemi gati për t'i konsumuar. Siç e pat, është një recetë që përgatitet shpejt, nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe është shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.